E mban ende kurorën e Miss 2024, ëh? 2024 dhe I bie që këtë vit ti duhet ta dorëzosh. Duhet ta dorëzoj, po. Si të vjen kjo ndjesia e dorëzimit? Në fakt është përgjegjësi shumë e madhe ta mbash si titull. Duhet ta mirë menaxhosh. Jam shumë e lumtur në fakt që do e dorëzoj sepse me eksperiencën duhet ta mirë menaxhosh. Duhet ta mirë menaxhosh sepse ty t'jepet një titull dhe me këtë titull ti ke zë për t'i dhënë zë kauzës tënde. Apo thirrjes që ti do të bësh në rrjetet e tua sociale apo në vote ndryshme ku ti do ta përdorësh si titull, mendoj ky është një po. Fal, Franci, këtë kurore ne kemi mbajt mirë jashtë pluhurit, e kemi me parfume, me kështu. E si e ke trajtuar? Domethënë i ke kënduar Ninu Lanatën, moj kurora ime. O moj xhanin ti. E kam futur në një kështu në një atë leckë në kontenjer. Ku e ke futur në një leckë? Po ka një leckë të vetër, një pëlhur, nuk e di si mund ta quaj. O çubi e do me silk ti. E ka futur në një silk mëndafshi. Unë e prisja po pra në një kështu mëndafsh, në një copë, në një saten. Po mirë nga dusi është leckë, në një kuti qelçi. Po pse më sa ajo s'është zemër që ta ketë gjendje kur ti mbaroj kjo që ka të vej zemër tjetër. Ajo kuror është. Dhe jam e lumtur që do e dorëzoj sepse me eksperiencën që tashmë kam, di dhe çfarë do I parapri vajzës që do e marrë si titull këtë vit. Po kjo kurora ka këto guret e diamantit edhe këto gjërat apo janë gjitha kështu fake? Jo, është një kuror që ti e merr në shtëpi dhe mund ta përdorësh si ti do. Një kuror që e ka bërë xhaxhi tek lagja me metal. Po aty ja.